biologjinë këtyre njerëzve. Pra në vend që ti ndihmojmë, mjeku po kthehet një dhunues, një shkatrues i trupit të këtij personi. Jo, më pëlqen teza që ngre. Elona se është pika e saj. Unë dua të them këtë që, okej, seksi biologjik është diçka tjetër, edhe identiteti gjinor është diçka tjetër. Kjo është një gjë që është e provuar. Kush e bëri këtë ndarje? Kush e bëri këtë ndarje? Këtë ndarje është ekziston. Kush e ka bërë? Këto studime pra që njohin të gjithë Kush? E kemi bërë ne si shqiptar këtë diskutim? Kur e kemi bërë? Ne kishim diskutuar për barazinë gjinore dhe ne refuzuam ndarjen e seksit biologjik nga gjinia. Ne refuzuam, parlamenti e kaloi me dhunë. Është problemi. Lutem. Ne vetë jemi dëshmitar dhe shikojmë njerëz të cilët e kuptojmë që kanë një seks biologjik tjetër dhe një identitet gjinor tjetër. Pra duhet të pranojmë këtë realitet që ekziston. Ka që një të modë. Është një përqindje shumë e vogël, 1 deri në 2%. Hermafroditët kanë ekzistuar në kohë. Jetë e modë, unë do t'ju lexoj në fund të deklaratës së shtatës amerikane duhet të trajtohet. Është gjë tjetër. Po pse duhet të ndërhyjë person dhe çfarë ne duhet të pranojmë tani në këtë realitet që jetojmë. Tani, unë po ju them, kam studiuar të gjitha ligjet në lidhje me këtë terapinë hormonale të vendeve të zhvilluara, të lëndeve më pak liberale dhe vendeve shumë restrikte, s'po e gjej fjalën tamam. Dhe në këtë situatë, pra terapia hormonale, vetëm nuk lejohet në Rusi, në Hungari dhe në të gjitha vendet e tjera është me protokoll. Një minutë tani. Ato e vendos mjeku, nuk e vendosin ajo dhe nuk është që ti e ke detyruar mjekun Elona dashur. Kush mjek do thotë unë ti ministër, si e fare. Unë apo nuk plotësoj protokoll. Ti detyron mjekun. Shpjegoj, jo nuk e detyron. Po detyron se e ke futur në protokoll. Ti thua mjeku që mos e stigmatizo këtë kategori njerëzore, po si që ofron shërbim gjithëve, do t'i ofron shërbim dhe atij. Sa ai ka nevoja për shërbim të kujdesit shëndetësor. Nuk jam dakord me atë që thua që mjeku e dhunon, sepse ajo është që do bëhet fut hormoni që trupi po shkatron trupin. Ajo do bëhet një vlerësim psikologjik. Ka bashkëpunim ku e di ai po çka ka nevojë ose do bëhet një vlerësim psikiatrik i pacientit, po them siç është protokolli, pastaj ato mendimet janë gjëra tjera. Domethënë, është feminizmi për shembull, do jetë duke dhënë estrogen dhe duke ulur testosteronin. Pra duke bërë produkte që tulin testosteronin. Kjo është diskutim tjetër. Po për këtë jemi. Po për atë po thot ai, për këtë po diskutojmë nëse diskutimet e këtyre janë bërë. Ka ndonjë problem trupi atij personit, ka ndonjë problem? Trupi i këtij personi që do marrë këto hormone do të devijohet. Do ekuilibrohet. Do të ekuilibrohet sipas asaj gjëje. Do deformohet. Sipas nevojës që ka ai. Po çfarë po them unë, teza ime është mjeku po e shkatron trupin e një njeriu. Kur bën kimioterapi, të ndryshon gjëra ekuilibrin në trup. Është për hall që të vrasë kancerin. Po sipas teje, ai dhe pritit e atij duan që ai njeriu të ruajë. Vetëm që ti je rahat ti. Po jo se nuk shkon ajo gjë. Ai personi ai nuk është rahat kur je rahat ti. Ai është rahat kur është rahat vet. Po personat kur kthehen ndryshojnë mendje, thotë janë Po e thotë edhe tek urdhri në asnjë mënyrë me detyrim. Po do të ndryshojnë mendje, pa detyrim.